E falë Zoti e merë drejtë. Jo, nuk është ajo, po qika nuk po shkon dhe aty, po në derdë vetë. Vondri çka i tha, kur ja dha qikën? Qëre, unë e këm pas me të meta qiken, nuk më ka folë. Të në s'kum pas shka me folë me ta, se s'kum bujt ne ngushtu ma tepër. Po, asë dëgjon, asë nuk folë. A kështu shumë është gjotë. Se ajo nuk ka lindë, po mas 9 mujve mjekët më kanë prish. Ajo më vërtet që i ka qupesh. E mira i ka qupesh. Se qëfar jetë ka qenë për para, e ku jem sot, tepër janë qupesh. Qysh ka qenë për para, nuk kanë Ora, gucu? jeta konë ma vështirë, me jetu konë ma vështirë shumë. Jeta konë me punu, me gjallnu, ke pas pak të marrë, që kjo konë ma vështirë jeta. E sot është ma e mirë. A e kanë pas edhe tutën? Edhe tutën ka pas, edhe marrë ka pas ma shumë. Jo veç tutë, po edhe marrë ka pas. Janë marru për sot s'ka as marrë, as tutë. As për i prindit tutën. As vajzat, as djemët. Kanë ndryshu me të madhe që kjo. Me thonë, sa respektohet fjala e prindërve? Shumë pak. Shumë Për me karasu me kohën e kalushme, pak. A keni fëmijë? Urno? Keni fëmijë? Po, një pensë, ka zoti. Pensë. 3 vajzat, 2 djemë. Me të gjithë e shala. A e ma shumë vajzat, a djemë për babën? Po tash për neve, lypën, vajzat po shkojnë të burat e vetë, po kryojnë familjet vetë, po apet dashnin e kanë ma shumë. Vajzat e kanë ma shumë dashnin, për babë e për nënë. A i ki të martu me? Të martu më kërrit. 16 pa mesa i kam. Do të këta i pak në kodë, regëm qysh i për cila. Vajzat. 2 kum për cjell, më kanë shku kështu vetë. Një kum për cjell, po në kanon të kum qu. Dorësëm s'kom bo, asaj, unë për cjellë s'kom pas kanë gjeq. E një kum për cjell me dorësëm e kanë gjeq, qëtu alfar e kam. E një më ka shku edhe ja vetë më ka shku, pe shkollë më ka i ka shku. A u mërzita o gëzove? Jo, u mërzita shumë. Qka i the vajzës për e qunë? Shka po ta mi thonë shkollat nesit, më njerë e bona për hajë. Kur gjëtë jesë s'po ta shka mi thonë. Cilat fjallë e njëse për Për cilat fjallë, shka kështë me thonë, për hajtë kohët. Për hajtë kohët s'kishë shka mi thonë, mo të na. Je more ba gjyshën e soj, unë si prind, edhe shkumbja banë për hajtë, do vëllazën i mora, edhe shkumbja banë për hajtë. Një vajzë vetë edhe thonë që qikat jenë për derë të huj. Jo, qërë thonë, plesht kanë thonë, e falë Zoti e merë drejtë. Jo, nuk është ajo, po qika nuk po shkon dhe huj, po në derdë vetë. Se të unë pjoba 20 vjetë, a 22, a 3, a 18, atje për jetë. Nuk është derdë huj ajo, ajo në derdë vetë. Po ato gabime kemë thona për para. Qa kështu e këm një edhone? Gabime kemë thona, gabime kemë thonë shumë gabime. E të regëm Vondri qka i tha, kur ja dha qikën? Shka po da me qëre, unë e këm pas me të meta qiken, nuk më ka folë. Të në s'kum pas shka me folë me ta, se s'kum bujt ne ngushtu ma tepër. Se ajo nuk ka lindë, po mas 9 mujve mjekët më kanë prish. Po, asë dëgjon, asë nuk folë. Po kështu shumë është gjotë. Shkollën ka kryjnë, për zëren ka pas kryjnë. Atje e gjetë një dhe shkoj, martu që kënë Drenicë. Drenicë? Po. Të Drenicë sakta? Të Drenicë sakta, që atje. A një burrat mirë? Burrat mirë? Të mirë janë, bere qatë vesën, kështu mishë të mirë janë shumë. Të me thonë nuk e ka me t'linë me, por pe mjekësis në Kosovë. Kosovë dhe qënë së harek. Të pe temperaturës, jo mirë, nuk më zonë që me që dikun ma largë, më njerë. Jo, mirë, s'kisha shonë si ku ta në më vënë edhe më prishtë. A kanë faj tani që e të shrujnë vendin e shkojnja? Jo, fije në fijës, për mjekësim nuk kanë faj. As kem sigurim, as kem kur gjoheq, vetëm për qëta. Se pare ka dhe këtu, kush do me punu ka, pare ka pun. Edhe pare, edhe pun ka. Kush pa pun, son qëtu. Jo, kush do me punu, kush do edhe atje s'ka, atje s'u në merë pare pa punu. Jo, këtu e ka bukën e gaqme, tana i ka të gaqme, atje do të mësa badris një kashore bukë me morë me vetin qonë, një pikuj edhe hec. E këtu qohet kur dojnë, shkor kur dojnë, që kjo është? Nuk u marrë për vota, jo veç ku marrë me pa familje, nuk u mujtë me arë që një vjetë edhe për qëta. Sa ku jatje ta? 10 vjetë. 10 vite, që është Franca nga trega? Franca është mirë. O, ndëra, krejt lakmujnë më shku. Për dikan po, për dikan normal. Se shkove, sa pati të vështirë fillimet e tua? Nevojat, kushtet e rana në Kosovë, me kanë shty me shku atje. Qka i the vetës kur shkove për Francë, për shkratë? Kum pas objektivat e mija mi realizu, i kum realizu edhe kjo është. Vendi mundësive, a, Franca? Franca. Sa është e vështirë me shku një fillestar tash? A ka punë? Tasht, qërë dhe para 10 vjetë o konë shumë e shtirë, tash është halama e shtirë, po kur do njeri mundet me realizu kretë ato që shka i ka në objektiva dhe kjo është. Sa është paga minimali në Francë? Unë punoj në Zvicër, paga minimale është dikun 1300-1400. E mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme për Francë, edhe nuk e këshilloj kërkan me shku në Francë, asë në Gjermani, asë
Sloveni, Kroaci, është vend më mirë, tash në Kosovë po më mirë. Me çdo kushte tashti që janë në Kosovë, ti kisha pas atëherë, nuk kisha dalë në Francë. E pse s'po kthehesh? Po tash jam të punoj në Zvicër dhe kam kushte shumë më të mira. A mendon më ti përfundimisht tha Jo, përderisa në Zvicër më majnë edhe ka punë, nuk vi kur në Kosovë. Kjo është ajo. sa ke arrit, çka ke arrit me rregullu prej parës Zvicrës, me thujnë atë që shtë me qenë se punoj. 30 vjet punoj në Zvicër, edhe kam mujt me mrin ato krejt që kam ndru ton jetën. Shtëpia ke po. Shumë të mirë, Ka rrëton ata. krejt. Po edhe këtu ka punë. Këtu ka punë, po për çta dhe thash që për momentin që është në Kosovë që shkum ni, se unë s'kum punu këtu, po që shkum ni, me rrugë të Kosovës nuk ja vlen me dalë në Kroaci, Sloveni, në Gjermani, në Itali, këto vena nuk ja vlen me dalë. E Zvicra s'po ka nevojë për shqiptar, me qenë se Kozani shumë i Ka nevojë shumë për shqiptar sa ka me ardhë në Zvicër ka nevojë, po problemi është në Zvicër për me bë, që me thonë letrat për me punu e sen është pak më komplikune, po ai që mund të marrë në Zvicër e këshilloj më një herë më ardhë. E shefin apiki të huaj apo shqiptar? E kam Zvicran. A ka ndodhur punu me shef shqiptar? Më ka Se po ndodhur. kishin shumë, qa po ndodhë kështu? Më ka ndodhur me punu me shqiptar, është pak më ndryshe, po unë e kam pas shefin e sjellshëm, e kam pas të mirë. Nuk u kon ajo puna që unë e kam ditë me bë, se e kam zanatin tem. Edhe ai shefi domethënë më ka ndihmu vetëm sa për mi marr hapat e parë në Zvicër ku kam shku prej Francës. Se po thonë që shefat atje, shqiptar dhe bizneset që i kanë, punëtori kur të vjen momenti me ali pagën do të si bërgj me ali. Edhe pse është shqiptar. Varet e kusht se ka shqiptar që janë tepër të mirë, që kanë arrit shumë me firma me sane. Shefi jam nuk ka pas nevojë ashtu me ali parët, u kon njëri mirë, u kon Me rregulla. me rregulla dhe unë kum kalu mirë. Vetëm që nuk u kon zanat jam, u dosht me lanë dhe me shku në zanat temin. E për çka e pishmën deri më tash ose një gabim që nuk ja fal vetes? Krejt jetëna. Nashta që i kom lonë fëmijën shumë vetë këtu edhe jëm dola atje pa fëmijë. Tash i kom marrë me veti, po. Po, tash po. Që jenë Ka rritë këtu shku. pa mua, po kon një sakrificë për të dy, atë edhe për të shoqëm edhe për mua, për me arrit ku jena sot. E ke lënë edhe që gruan këtu me fëmijë. Ka qenë e vështirë për ta. Po kon e vështirë, pa kom pas një shansë mirë që mas një vjetit i kom bo letrat edhe kom mujt më ardhë rregullisht 2 herë 3 herë në vetë. Po nuk u kon e mjaftueshme se fëmija jenë rritë tash shumë edhe dhe me thonë në kom hup shumë kohë pa ta. Kjo kon ajo arsye. Edhe se s'ti kishin bu letrat, qysh Nëse ishin s'ti i, kishin qa bu- ishe thëmë vetës. Unë e kom shku për objektivat mia dhe o dosh pa tjetër mi bo letrat. Kur jem kon i vendosur, në ato krejt që kom dosh një jeti kom arrit. A ke pas këndër në fillim që thanë mos shko që shpo i lanë fëmin, po i lanë grun. Ja, familja më kanë përkra shumë, gruja, fëmija, krejt janë kon për me dalë edhe për çata dhe kom dalë. Edhe ja ke po hajre. Edhe ja kom pa hajrë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve, kalofshi mirë ditën e mirë.